Kontrolli shëndetësor bazë ose check-upi do të jetë falas për çdo qytetar mbi moshën 35 vjeç, pas një kufizim të sipërmoshor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale i ka propozuar Këshillit të Ministrave ndryshimin e skemës aktuale, e cila deri më tani përfshinte vetëm grup moshën 35 deri në 70 vjeç. Ndryshimi, i cili është miratuar një ditë më parë, pritet të hyjë në fuqi nga muaji shtator dhe synon të jap mundësi të gjithë qytetarëve mbi 35 vjeç të kryejnë kontrollet parandaluese pa pagesë, pavarësisht moshës. Me këtë vendim edhe qytetarët 70, 80 apo 90 vjeç do të kenë akses në programin kombëtar të check-upit, duke kryer falas një sër analizash. Një gjë e tillë është mirëpritur nga qytetarët, të cilët shprehen se janë pikërisht moshat mbi 70 vjeç, të cilat e kanë më të nevojshme kryerjen e analizave. Jemi të kënaqur me këtë vendimin e ri, dëshirojmë ta bëjmë për moshën që kemi të nevojshme, si burri dhe unë. Se jemi pensionistë, nuk kemi që t'i bëjmë vazhdimisht analizat vetë, kështu që për ne është një ndihmë. Unë jam 62 vjeç tani, po kam tim shoq që është mbi 70, ai nuk përfiton. Edhe unë vete i bëj në privat më shumë. Tani do ketë mundësi me këtë vendim të përfitoj dhe burri. Po patjetër, edhe burri, edhe unë kur të vete në moshën mbi 70 vjeç. Biles kjo ishte mosha që ka nevojë më shumë për analiza. Është gjë më e mirë që është bërë. Ta kishin bërë që në fillim. Po na vlen, si s'na vlen. Na vlen shumë. Se jemi me pensione, të ulta. Sipas vendimit më të fundit të qeverisë, kryerja e check-upit apo edhe shërbimi dializës tashmë do të menaxhohen dhe ofrohen nga shteti, pasi kontrata e koncesionarëve përfundon dhe nuk do të rinovohet.